Në kuadër të përkujtimit të 35 vjetorit të meshës së parë dhe lejimit të besimit në Shqipëri, Arqipeshkvi i Shkodrës Imzot Gjovani Peragjine ka zhvilluar një vizitë në xhaminë e Plumbit, ku mirëprit nga mëftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari. Gjatë takimit, krerët e komuniteteve fetare vendosën theksin tek rëndësia e bashkëpunimit dhe bashkëtesa fetare në Shkodër, ndërsa vlerësuan lirinë e besimit si një e drejtë legjitime për çdo kënd dhe si një gur themeli për demokracinë. Në Shkodër festat, gëzimet, por jo vetëm, i kemi bashkarisht. Edhe donë Zoti që sikurse kjo buqet e luleve që tërheq njerëzit prej larg dhe prej afër, ashtu edhe bashkëpunimi, edhe harmonia, e vllaznia, e bashkëtesa në mesin e qytetarëve, muslimanë dhe krishterë, por jo vetëm në këtë tokë, të vazhdojë kështu përgjithmonë, me rihapjen e kishës, edhe rihapjen e xhamisë. Muslimanët të krishterë kanë qenë bashkë aty dorë për dorë, pa llogarit data, edhe pa llogarit asgjë tjetër përveç se dashnin për Zotin, e dashnin për njëri tjetrin, edhe as çfarë monsinjori i tha më së miri, çlirimin për cilin ky popull ka qenë i eton, edhe ja shbën një zullum shumë i madh. E fakti që sot Arqipeshkvi i Shkodrës e viziton xhaminë e Plumit, është shenja ma e mirë edhe simbolika ma e shtrenjtë e asaj ku ne jemi edhe duhet të jemi, pavarësisht se jemi në xhaminë e Plumit, apo jemi në Arqipeshkvi, apo në kishën e Rrmajit, në fakt jemi në shtëpinë tonë. Besoj që çlirimi i besimit nuk është vetëm në themelin e demokracisë, çlirimi i besimit është, mund të themi, diçka që na përket si njerëz, është në themeli i dinjitetit të njeriut. Atëherë çlirimi i besimit na ndihmon që mund të rritemi në një vend demokratik ashtu si duhet, por edhe na ndihmon që njeriu të jetë i rritur në dinjitetin e vet. Ndërkohë Sytari dhe Peragjine, të pyetur nga mediat lidhur me projekt ligjin për barazinë gjinore që po diskutohej në parlament, u shprehën në mënyrë të unifikuar kundër tij, pasi cënon vlerat e familjes. Vlerësoj që deklarata e përbashkët e komuniteteve tona fetare prevalon mbi çdo fjalë tjetër dhe çdo qëndrim tjetër, as qëndrimi jon i përbashkët. Edhe shpresoj që Parlamenti shqiptar, edhe klasa politike në këtë rast ka reflektuar si duhet, edhe do të respektojë tabanin edhe nuk do ta pres në besë tabanin e këtij komi dhe këtij vendi për interesat cinike të agjendave që nuk janë agjendat e shqiptarëve. E Zoti i rujtë i bekov shqiptarët, ashtu siç Zoti don në tokë, e na rujt nga devijimi dhe shturja, se ajo pastaj është katastrofë e madhe. Të gjithë ne si komunitet fetar jemi të bindur për çfarë kemi deklaruar, jemi të bindur që familja, njeriu është i krijuar sipas vullnetit e Zotit. Unë e kuptoj edhe politika, flitet për politikë, integrimi në Europë, që janë edhe gjërat që politika do të mbajë, do të vazhdojë, por ne do të kemi kujdes të mbajmë edhe traditat tona. Pavarësisht integrimi nuk do të thotë që ne do të humbim traditat tona. Atëherë populli shqiptar ka një traditë për sa i përket vlerë familjes, për sa i përket edhe respekt për njeriu që është mashkull dhe femër. Atëherë mirë integrimi për sa duhet, por do të mbajmë edhe identitetin ton shqiptar. E kjo do të është një detyrë për çdo qytetar, jo e politikë do të ketë parasysh.